Ekipi i Kukësit prej disa vitesh tashmë nuk është më ajo skuadër që luftonte për titull në superiore, teksa prej 2 sezonesh endet në kategorinë e parë. Por ky sezon aktual është larg, por shumë larg çdo pritshmërie të tifozëve pas 17 javësh kampionat. Verlindorët ndodhen të fundit në tabelën e klasifikimit me vetëm 9 pikë. Me paraqitjet e deri tanishme, klubi rrezikon edhe mbijetesën në kampionat, gjë e cila ka nisur të vështirësohet çdo javë e më shumë. E kur tashmë kampionati është në pushim dhe me merkaton e janarit përpara pritet të ketë një revolucion. Largime të shumta priten nga skuadra, ndërsa mbetet të shihet edhe ndërhyrjet që do të bëjnë drejtuesit për të përforcuar ekipin dhe për të shmangur rënien në kategorinë e dytë, gjë e cila do të ishte një tjetër dështim për kuksianët. Verlindorët mbyllin tabelën e transferimeve me vetëm 1 pikë në 8 ndeshje, pa asnjë fitore, duke treguar se ndeshjet jashtë fushë kanë qenë një pengesë serioze në këtë sezon.